Përshëndetje të dashur miq, sot do të flasim për artisten kineze Chang Shanna. Kohët e fundit u hap në Dunhuang të provincës Gansu të Kinës Veriperëndimore, qendra e artit Chang Shanna. Mbi 100 vepra në ekspozit pasqyrojnë studimin dhe trashëgimin e artit të Dunhuangut ndërmjet shprehjeve të larmishme artistike bashkëkohore. Chang Shanna është 94 vjeçe këtë vit. Pse ajo quhet ende vajza e re e përjetshme e Dunhuangut? Le të njohim historinë e saj. Chang Shanna lindi në vitin 1931 në qytetin francez Lyon, pranë në lumit Song, kështu që babai e quajti Shanna, sipas shqiptimit të emrit të lumit në frëngjishte, kurse në gjuhën kineze, Shanna do thotë lule e hishme në shkretë të tirë. Në moshën 12 vjeçe, ajo erdhi në Dunhuang pikërisht në shkretë të tirë, së bashku me babain, piktorin Chang Shuhong, i njohur si mbrojtësi i Dunhuangut. E moshuara e mban mend edhe sot vaktin e parë në Dunhuang. Një tas me makarona, një tas me krip dhe një tas me uthu. Në mes të rërës së verdh, kopijimi i murareve në shpella u bë rutina e saj. Ngjyrat dhe vijat e mrekullueshme në muraret u gëdhendën në zemrën e saj ditë pas dite dhe nga këto stërvitje prej rinis, ajo konsolidoi aftësinë e pikturimit. Të gjitha këto piktura janë kopjuar prej saj në atë kohë me vija të buta dhe të lehta dhe plot tona kineze. Ato janë egzotike dhe plot gjallëri. Kjo pikturë është kopjuar nga shpella 172 e shpella Le Mokao në Dunhuang dhe është vepër e Chang Shannas e vitit 1946, kur ajo ishte vetëm 15 vjeçe. Fatkeqësisht, të gjitha muraret në këtë shpellë janë oksiduar dhe nxirë sot, ndërsa pamjen origjinale të shpellës mund ta shohim tani vetëm ndërmjet kësaj vepre të Chang Shannas. Pjata e madhe e maluar dhe shalli mëndafsht me pullum pëpatje, llamba e tavolinës dhe kompleti duhanit me modelin e barit të predredhur, këto janë seria e parë e suvenireve kombëtare pas shpalljes së Republikës Popullore të Kinës. Në vitin 1952, Konferenca Ndërkombëtare e Paqes e Azi Paqësorit u mbajt në Pekin dhe 21 vjeçare sa të hershme Chang Shanna i u dha detyra të dizenjonte suvenire për konferencën. Si të shtonte suvenire dhe elementet kombëtare kineze, ishte një sfidë përpara Changut. Duke u frymëzuar nga kultura e Dunhuangut, ajo i përfshiu figurën e pullumbit dhe skizat në tavanët rrethor të shpellave në Dunhuang në dizajnim, duke treguar hijeshinë unike të artit oriental. Pikërisht nga kjo seri suveniresh kombëtare, ajo nisi rrugën e dizajnimit të produkteve të zejtarisë. Në vitin 1958, për të festuar 10 vjetorin e themelimit të Republikës Popullore të Kinës, filloi puna e ndërtimit të Pallatit të Madh të Popullit. Projektimi i zbukurimeve të brendshme nga Chang Shanna u dallua midis dhjetra projekteve. Duke ju referuar modelit të tavanit të shpellës 31 në shpellat Mokao, ajo dizenjoi tavanin e sallës së banketit në një lule rrethore relievi. Ky është një punim i saj kur ishte në moshën 27 vjeçe. Kanë kaluar mbi 60 vjet, kjo lule nga Dunhuang ende shkëlqen. Chang Shannas i pëlqejnë lulet, veçanërisht lulet e vogla që nuk u din emrin. Lulet në penelin e saj duken të thjeshta, por tregojnë një bukuri modeste e elegante, si dhe një forcë qendrese. Ndoshta, pikërisht për shkak të kësaj qirtësie, ajo quhet vajza e re e përjetshme e Dunhuangut. Chang Shanna ka shumë tituj. Projektusja e zbukurimeve të Pallatit të Madh të Popullit, dizenjatoria e dhuratës së parë kombëtare të Kinës së Re
dhe drejtoria e Akademisë Qendrore të Arteve dhe Zejeve, por ajo tha se ka vetëm një identitet në jetën e saj, që është ajo që ka I tha Yadi, Chang Shu-hong, Shana, mos haro që je nga Dunhuangu. Unë jam nga Dunhuangu. Më vonë, pata mundësin të studioja jashtë vendit dhe të shihja qytetërimet e vendeve të ndryshme. Megjithatë, besoj gjithmonë në zemrën time se qytetërimi kinez është më I shkëlqyeshmi. Kjo është diçka që rrjedh në gjakun e vendit tonë. Changsha Na, edhe në moshë të thyer, ende bën çmos për të përhapur artin e Dunhuangut. Qendra e artit të Changsha Na planifikon të krijojë një rrjet global të qendrave të artit, duke e lejuar artin e Dunhuangut mbi 1600 vjeçar të kapërcej kohën dhe hapësirën në mënyrë që më shumë njerëz të ndjejnë thellësinë dhe ngrohtësinë e historisë. Cila nga veprat e Changsha Na të pëlqen më shumë? Ma thoni te komentet.